I madhi Zot i qofshin fal ati, ka të regu në Kur'anin famlart për femrat një niveli shumë të lartë, që 95% mos më shumë e burrave nuk e arrin dot ato. Një nga më të mëdhajat, e cila i madhi Zot ja dha shenjat njëra pas tjetrës, por desh Zoti që ishte e mençur dhe e sinqert, se në pozicionin që i kishte dhënë sunduesi madh i këtij universi asaj në tokë, vështirë se mund të perceptonte dikush që ajo mund bëhet besimtar. Ishte në këtë botë si me qenë në xhenet. Sundimi nuk i mungonte. Për nga bukuria të rrallë femrat ishin në botë me bukurinë asaj. Për nga pasuria e para, për nga diamantet, xhevahiret, florit, se kishte shoqen. Dhe në perceptimin e parë të besimit dobët që kemi ne sot, kjo femër s'bëhet muslimane. Kjo femër s'bëhet besimtare. Sepse për faktin se këto sprova ka ismëdhaja nuk të lenë kohë me mendu për sunduesin e madh, për krijuesin, për Allahun e madhnushëm. Por situata, vëllezër, motra nderuar, është tjetër, nuk është kështu. Neve asnjëherë s'na lejohet me thonë që filania apo filani, ky njeri apo kjo femër apo kjo grua nuk bëhet muslimane, sepse ka tregu Kurani famlar dhe aty ku nuk shkon mendja. Dhe aty në atë familje ku zullumi ishte në kulminacionin e vet, Allahu madhnushëm i bëte musliman njëri pas tjetrit. Në familjen e faraonit, që po t'ja studiosh jetën e tij, është një nga diktatorët më zullumqarët më të mëdhenj që ka pa historia botërore. E kishte vdekjen, vrasjen si i fjalë goje. Se kishte problem fare. Ai ishte grua, apo ishte burr, apo ishte fëmijë, apo ishte vajzë e vogël, apo djalë i vogël. Vetëm i urdhër e kishte, vriteni dhe nuk kishte kurfar pishmani. Zullumqar i madh. Bashortja e vet, Asja, ishte shumë e bukur dhe e mori atë për bashorte, se kishte shoqen ajo në bukuri. Ndoshta në gjithë botën asaj kohe të rrallë mund të ishin femrat që i afroheshin bukuri Asjas. Dhe ai e zgjodhi për bashorte, pa e ditë të ardhmen dhe pa e ditë se ç'do veproj ajo. Kur e pa ëndrrën që jam komentuesit e ëndrave dhe magjistarët që tani po lind një fëmijë që do ta marrë sundimin dhe do të rënoj sundimin tënd të madh, ai dha urdhër pas një lloj pendimi, e tha, po lind tani, po vritin i gjithë fëmijët. Po i thanë, fëmija do jetë nga beni Israilet, nga hebrejt. Tha, vritin i çdo fëmijë që lind, dha, vriteni në qast, pa gjykat, pa gjykim, pa gjë. Edhe shkoi ushtria ku gjente një femër shtatzan, e vriste bashkë me nënën. Dhe nëse kishte lind një fëmijë deri në 6 muaj, e vritshin në vend atë. Pas i lloj pendimi. Deri në këtë përmasa ishte zullumi i madh i këtij diktatori të asaj kohe, që quhej në Kur'an është përshkruar si Firauni apo Faraoni. Nana e vet, nana Musas, ëndra ishte komentuar drejt. Ky ishte Musai që do t'ja merrte sundimin, do e shkatronte pra me profecinë e tij dhe me përmytjen e madhe që i dha Allahu. Por ajo çfarë bënte? E futin në tabut edhe e hodhin lum. Fëmin për ta shpëtuar. Në kohën që u fut ushtria, e mbante me një litar. Sa u futën ato e preu dhe iku tabutin lum. Deshi madh i Zot e çoi në pallatin mbretëror, e morën ato shërbëtorët, ja çun Asjas. Ajo sa e hapi bashortja Firaunit. Sa e hapi kur e pa Musan, ishte i vogël, profeti i madh Musa. Kur e pa, thojnë dietarët komentuesit e Kuranit, në zor se ka ndonjë nën sipërfaqes të tokës dashuri si i dha Zoti i gjithësisë Asjas për Musan që nuk e kishte fëmijën e vet. I dha Zoti dashuri të madhe që ta mbante. Firauni vrau gjithë fëmijët e tjerë, i tha si mundet kjo? Nga dashuria që kishte për Asja, ja toleroi këtë veprim. Dhe Musa i u rrit në familjen e Faraonit.
E do t'ju bënte pastaj ai që do e shkatronte, kështu doni madhi Zot, do më i vrah fëmijët, po ai që ti deshe me vrah nuk e vrave dot, të erdhi tu rit në familjen tënde, në shtëpinë tënde, në pallatin mbretëror, për t'u përgatit nga të gjitha aspektet për të qenë një nga 5 profetët më të mëdhenj që pa historia botërore. Dhe kur Musa i shpalli profecin, Asja e kishte rrit vetë Musan, dhe e dinte që një nga cilësitë më të pakundërshtueshme, më pa kompromis që kishte Musa ishte që kur s'kishte gënjur ndonjëherë në jetën e vet. Dhe kur tha, jam profeti i madhit Zot, Asja mori goditjen e parë të besimit ke sunduesi i madh i gjithësisë. Sebebi dytë, ku ajo filloi të fuqizohet në besim, ishte kur Zoti i gjithësisë i mundsoi Musas ti mundte magjistarët. Asja nuk ishte prezent, po pyeti si shkoi, tha beteja, than Musa i triumfoi, tha shenjë e profecisë është edhe kjo. Dhe filloi të reflektoj, e kështë gjithë botën në dorë, çdo urdhër që mund t'jepte reflektoi në gjithë botën, sepse Egjipti në atë kohë ishte superfuqi. Faraoni ishte sundimtari i botës, jo vetëm i Egjiptit. Erdhi problemi që filloi të reflektoj, sepse vëllezër motrat nderuara, kush e kupton Zotin tamam, çdo gjë kthehet e vogël. Kush e kupton Zotin si duhet, çdo gjë tjetër është e vogël, qoftë pushteti, qoftë paraja, qoftë fama, çdo gjë që ekziston këtë botë, kjo do të thotë kuptimi i fjalës Allahu Ekber, Zoti është më i madh. Kurse kush nuk e kupton Zotin, gjithmonë do të mbesi i vogël. Sepse nuk rritet dot. Gjithë ne s'rritemi dot, se njeriu bjen viktim e pasionit, viktim e vesit, viktim e epshit keq. Qofse nuk pastrohet me islam, qofse nuk pastrohet me kulturë, qofse nuk pastrohet me besim, qofse nuk lufton veset e këqija, asnjëherë s'do ta dum njëri tjetrin. Gjithmonë do kemi plagë në shpirt dhe në zemër. Gjithmonë kur shohim një njeri që ka sukses e urrejmë, e një njeri që poshtrohet nga të përcaktimet e kësaj bote gëzohemi. Dhe asnjëherë s'do t'i shmangemi dot veseve që po e dëmtojnë dhe po e shkatrojnë veçantirinë tonë, dhe do kalojmë nga një hap në një hap tjetër, dhe do të zvogëlohemi nga një vogëlsi në një vogëlsi tjetër, dhe shpëton me lejen e të madhit Zot, ai i cili e kupton se kush është i madhi Zot, dhe ai i madhi Zot të ngren ty duke të mësuar me mësime të hyjnore, dhe ti bëhesh i madh si njeri në këtë botë. Lloj tjetër ka mundësi që të ngelesh në klasën e kësaj bote. Dhe Asja reflektonte, sepse ka dhe i diçka tjetër. E kishte pasurinë, e kishte pushtetin, e kishte famën, e kishte urdhrin që e jepte dhe ju ekzekutonte, por të begatofti i madhi Zot mos e harron këtë, sa më shumë ti kesh këto, aq më shumë bëhen ato të pavlefshme. Më shumë vun një njeri që s'është bë akoma i pasur që do të bëhet i pasur, se sa një njeri që e ka pasurinë filloi bëhet monotone. Më shumë vun një njeri që do pushtet se sa ai që e ka se fillon në mënyrë graduale i bëhet barr. Më shumë vun një njeri që do famën se sa ai që e ka. Më shumë mashtrohen këto që e duan dynjan se sa ato që e kanë, sa ato që e kanë e shikojnë helmin e saj, ato që se kanë vetëm e ndërrojnë dhe i duket e bukur. Dhe Asja e kishte pushtetin, e kishte pasurinë pavund, e kishte autoritetin, e kishte famën, sa fliçin bashkëshortja e faraonit kishte mbaru fama e saj. I ishte venit ajo, i ishte plagos zemra, ajo pasuri, ai pushtet, ajo famë, kishte fillu t'i vërdaliset me veset e saj për ta shkatru njeriun në gjenezën e tij. Dhe i ditë, ishte një shërbetore në pallatin e Firaunit. Kur Muhamedi a.s. shkoi natën e Miraxhit, transmetimi sakt, kur udhtoi me Xhebrail Eminin, i dha Zoti një shenjë të madhe ose i ndodhi diçka e mrekullueshme, e çuditshme. E ndjeu duke udhëtuar me Xhebrail Eminin për lart në qiell një aromë të mrekullueshme. Dhe i tha, o Xhebrail, këtë aromë nuk e ndjeva. Kjo aromë që ka e veçantë. I tha Xhebrail Emini, kjo është shërbetoria e devotshme që jetoi në pallatin e Firaunit. Dhe Asja ishte prezente në këtë histori. Kjo shërbetore çfarë bënte? Rregullonte flokët, veshjet e vajzave që kishte Firauni.
Dhe duke ja prerë flokët, njërës prej tyre i bin ngërshërët dhe i merë dhe thot Bismillah. Kishte besu në profesinë e Musas, kishte besu në sundusin e madh të universit. Dhe i merë dhe thot Bismillah. Tha ajo vajza vet, tha kush është? Për babajin e ke fjalën Zot, për faraonin se faraoni e quante veten Zot. Inni rabbukumul a'la, tha unë jam Zoti juj. Para se të vinte Musaj. Kur erdhi Musaj mas shumë vitesh i shpalli profecinë dhe i tha Zot tjetër është tjetër, jo ti. Prapa i vazhdoi kryenërsi dhe tha unë jam prap Zoti, këtu e shkatroi madhi Zot përfundimisht. Se ja toleroi herën e parë kur nuk dinte, nuk ja toleroi herën e dytë kur i erdhi profecia. I tha vajza e faraonit, tha për babain tim e ke fjalën, tha jo hasha lillah. E kam fjalën për Zotin tim, për Zotin tënd, për Zotin e faraonit, për Zotin e gjithësisë. Dhe është e mbaruar me kjo punë ma. I tha ajo, unë lajmëroj babain për këtë, nëse ka filluar edhe në pallatin mbretëror të mos besohet babai im si Zot. Tha kjo të përket ty, unë tha nuk lëkundem besimin që kam besu. Dhe shkon edhe lajmëron dhe e thret Firauni se nuk e duron të dot as një sekond brenda pallatit mbretëror dikush të besoj Musan. E thiri dhe i tha, a beson Zot tjetër përveç meje? Tha unë ty nuk të besoj kurfar Zoti që je. Kam besu në Zotin që më krijoi mua, ty, vajzën tënde dhe gjithë njerëzimin edhe gjithësim bashkë me ta. Rabbu semawati wal ard, sunduesi i madh i qejve dhe i tokës, siç e thriste Musaj Firaunin fenë e vërtet. I tha ai ushtarëve, dënojeni pak kohë derisa të kthej. Dënojeni derisa të kthej. Mendoi që me torturë me gjëra do ta kthej. Erdhën ato mbas i var kohë i than, nuk kthen, e kemi torturuar. Tha nuk kthen, tha thirreni këtu bashkë me fëmijën e vogël që ka. Kishte i fëmijë që sa kishte lind dhe bashortin e kishte diku aty në pallatin mbretëror. Tha thirreni me gjithë fëmijën e vogël se kthen, tha. Kthen. Edhe andezi i zjarr dhe i tha, o Zot o i Zoti tjetër që beson, nëse vazhdon beson mu, ke jetën gjallë. Nëse beson atë Zotin tjetër, atëherë do hidhet në zjarr ti edhe fëmia jote i vogël. Fëmia ishte me pak kohë që kishte ardhur sfolta akoma. Edhe Asia ishte prezent. Kur e pa, ajo nën nuk e kishte problem të sakrifikonte për vetën e vet. Kur ishte puna ke fëmia vogël u tëroq. Edhe po e mban të kështu duke mendu, a të them që faraoni është Zot edhe të gënjej veten dhe të gënjej të ardhmen time, apo të them që është Zoti i vërtetë i qejve dhe i tokës, siç është në të vërtetë, edhe të dënohem unë, po fëmia vogël. Në këto çaste i madhi Zot, sunduesi i madh i gjithësisë, i jep frymëzim fëmis. S'kishte fol, ishte i vogël, s'ishte morsha me fol. Tha ja umma, tha nana ime, zbiri fe inneki alal haq. Tha mos u trondit, mos mendoj gjë tjetër, sepse të duhet durimi në të vërtetën e Allahut madhnushëm je. Dhe Asia ishte prezent. Ajo nën e mbajti fëmin edhe Firauni i dënoi. U dënuan për pak çaste, profeti alayhis salam me Xhebrailin natën e Miraxhit në përqej ja dëgjonte dhe ja ndjente aromën e saj. Dhe Asia e pa, kjo që një argument i fundit, një argument i fuqishëm për t'ia plotësuar besimin Asias, dhe këtu ajo alhamdulillah besoi të madhin Zoti qofshin fal. Tani imagjinojeni vetë një person i rëndom si Firauni që thonte jam Zot. Ai Zoti ishte në fakt sa gruaja vet nuk e besonte më. Ai Zoti ishte sa bashortja e vet besonte i Zot tjetër. Zotin e vërtet, Zotin e qejve dhe tokës që është e logjikshme për çdo person. Firauni ishte njëri si gjithë njerëzit e tjerë. Dhe vetëm kur i vjen lajmi i ditë që Asia, bashortja jote që ti e ke dash kaq shumë, ajo e bukur e madhe që ja ke plotësuar çdo gjë, se e donte shumë, ajo folte, ky ja plotësonte. Ai kishte gjithë botën në dorë. Por kur vjen Zoti në zemër, vëlla dhe motër, të begatofti i madh i Zot, mos e hum kur busullën. Jeta i ka korsitë e veta. Jeta i ka ndryshimet e veta. Ndryshimi që në mosh, sot je 20, nesër je 30, mas 10 vjetësh je 40, mas 20 vjetësh çuditesh dhe vetëm kur je bërë 60. Ndryshojnë situatat, sot je i pamartuar, nesër martohesh. Sot je i varfër, nesër pasurohesh, sot je i pasur, nesër varfrohesh. Sot ke një ditë gëzueshme, edhe të nesërme nuk është kështu. Sot ke një ditë të mbyllur, pa diell, nesër ndriçon gjithçka.
Këto janë situatat e jetës që i vinë çdo kujt. Këto le të ndryshojnë, vetëm i gjë nuk i ndryshon atij që është besimtar dhe besimtare e vërtet. Besimi ke i madhi Zoti qofshin fal atij. Vlla dhe motër, të begatoft i madhi Zot, asja e kuptoi këtë qartë. Dhe megjithse e ditë brutalitetin, krimin e madh, masakrat e mëdha që kishte bërë Firauni, nuk e lëkundi kjo dhe e shpalli besimin ke një Zot i vetëm, ke sunduesi i madh i qejve dhe i tokës, megjithse kostën dhe riskun e dishte që do ishte vdekja që vinte mbas saj. Dhe imagjinoni për çastin mërzitjen, betejën që kishte Firauni me Musan, dhe tani mesazhi i Musas kishte depërtuar në pallatin mbretëror dhe kishte ardhur, kishte hyrë zemrën e bashortës tij. Ishte e padurueshme për të. U nxe pafund, u mërzit shumë, sepse e vërteta për tashmë po hyte edhe në pallatin e tij mbretëror. Dhe ku ka ajo që e kishte dashur gjithë jetën, ke bashortja e tij Asia. Kjo Asia nuk e lëkunte fare. I shumëzoi me zero pushtetin, e shumëzoi me zero pasurinë, e shumëzoi me zero famën, dhe e dinte që brutaliteti i tij do ta çonte drejt vdekjes. Megjithatë, kjo nuk e ndaloi. Unë du të shpjegoj i diçka, siç është reale me Islam. Qofse njeriu ballafaqohet me vdekjen dhe i thot dikush mohoje Zotin, shpjegimi Islam real me Kur'an është ky që njeriu ka drejt thot nuk besoj Zot me gjuhë dhe ta besoj atë plotësisht me zemër. Kur kemi folë për femrën radhës që kaloi, kemi thënë që dëshmorja e parë në Islam është Sumeja, femër ishte ajo. E vrau Ebu Xehli drejt për drejt dhe ishte dëshmorja e parë që shkoi në xhenet. Edhe kur erdhi puna nga Amari djali, ai e mohoi Zotin. Kur erdhi profeti e gjeti duke qajt. Tha, kam bërë një krim i dërguar i Zotit. Tha, çfarë ke bërë? Kur Ebu Xehli tha, desh të më vras, unë thash nuk besoj as Zotin Allahun, as Muhamedin, unë vazhdoj besoj zotra që kemi besu deri sot. Edhe qante i rrishin lotët. Profeti i tha, nuk ka problem. Tha, zemrën si e kishe, tha të mbushur me iman për Allahun e madhnushëm. Tha, më rregullje, nëse vjen prap me të vra, prap ti me gjuhë mund ta mohosh. E zemrën, thot Allahu, e kishte në Kur'an, të mbushur me iman. Por, nëse bën atë që bëri shërbëtorja e Firaunit dhe nuk lëkundesh për as një sekond, dhe nëse bën atë që bëri Asia, e kjo është grada akoma më e lartë që njeriu arrin në ato faza që nuk e ka probleme dhe vdekjen, për mos tu lëkund as një sekond, për nga dashuria, për nga përkushtimi, për nga madhështia që ka gjetë ke sunduesi suprem i këtij universi. Pra, lejohet toleranca që thu dhe e kthem për çastin me gjuhë, po mundesh edhe të thush që një herë do mbi vdekja edhe të vazhdosh drejt pa pas as një sekond frikë. Por ka edhe tolerancë. Dhe toleranca për shumicën e njerëzve është më afër se sa ajo sakrifica e madhe. Dhe kur e mori vesh Firauni për Asian, tha dënojeni. Megjithse e donte shumë, tha dënojeni si shembull që të kthej, duke menduar se do kthej. Kjo femra e luksit, femra e cila ishte kaq e bukur, nuk do të duroj shumë tortura dhe do kthehet prapë aty ku ka qenë. Do ta mohoj Musan dhe Zotin e gjithësisë do të kthehet tek unë. E goditën, e rahën, e torturuan, edhe e thoshte la ilahe illallah. Dëgjoje këtë, vlla dhe motër, të begatoft i madhi Zot. Mos mendo se fjala la ilahe illallah erdhi me Muhamedin e me Kur'anin. La ilahe illallah filloi me Ademin, pastaj me Nuhun. Përpara Nuhut me Ademin, me Idrisin, me Nuhun. Pastaj vazhdoi me popullin e Themudit dhe Saliut. Pastaj vazhdoi me Ibrahimin. Pastaj vazhdoi me Ishakun, me Jusufin, me Jakupin, me Daudin, me Sulejmanin, me Zekerian e me Jezusin apo Isan e me Jahjan. E vazhdoi me Ismailin, e vazhdoi me Ejupin. E vazhdoi dhe u mbyll dhe u vulos me Muhammed Mustafan. Nuk ka fjalë më të paditur, nuk ka fjalë më të pathëlluar se sa të thush që fetë janë bosi partit, janë shumë. Ajo ka qenë dhe mbetet një. Të gjithë profetët, të gjithë librat e shenjtë kanë thënë verdiktin e madh, la ilahe illallah. Gjithë kanë besuar të madhin Zoti qofshin fal. Devijimet ishin njerëzore. Fetë ndryshme që u përhapën ishin pasione njerëzore. Një ka qenë e një do të mbetet deri në kiamet. Islam e ka emrin paq. Ai që i përket asaj quhet musliman, i dorëzuar me dëshirë, i bindur me dëshirë,
ndaj sundusit madh të këtij universi. Kështu ka qenë edhe Ademi, kështu ka qenë edhe Nuhu, kështu ka qenë Ibrahimi, kështu ka qenë Musa, kështu ka qenë Jezusi apo Isai, kështu kanë qenë 25 profetët e Kur'anit, kështu kanë qenë 144.000 që pa historia botërore. Këtë gjë vërtetoi bindshëm Teurati i Musas, Ungjilli i Isas apo Zeburi i Dautit dhe këtë vullosi Kur'ani i Muhammed Mustafas. Kush thot që fet janë si partitë se janë shumë, ne i themi ke ngelur në klasën e kësaj bote, por nuk po merr 4, ke ngel në notën 1. Katastrofë fare. Nëse një nxënës shkon 9 muaj përpara profesorit në shkollë dhe mësuesit, dhe pastaj merr 1, s'ka katastrofë më të madhe se sa kjo. Kur merr 4, do të thotë që nga mësimet që ka marrë për 9 muaj ka thonë diçka, po s'ka thonë mjaftueshëm. Kurse kur merr 1, je katastrofal. 9 muaj ti s'ka vlet kur gjë që çfarë ka të tregu ty profesori apo mësuesi në shkollë. Dhe të jetosh në këtë botë, dhe të shikosh këtë univers dhe këto shenja të mëdha. Dhe këto bukuri që i ka kriju i madhi Zot me 7 miliard njerëz janë dëshmitarë si përfaqësin e tokës dhe të thush janë fetë si partit, do të thotë që në këtë botë ke marrë 1 dhe nuk ngrehesh dot. Je katastrofë në informacion. Dhe nuk ke studiu dhe nuk ke lexu dhe nuk ke hap një libër të kuptosh se kush është krijuesi jot dhe çfarë bën ti në këtë botë. Për këtë arsye, ajo tha, la ilahe illallah, tha, Zoti i gjithësisë është një dhe një vetëm. Këte kanë thënë historikisht, s'ka thënë kush janë dy zotra, s'ka thënë kush në të vërtet përveç atyre që u erdhen gjatë kohëve, që Zoti ka familje, apo Zoti është i përzirë me gjëra tjera. Ai ka qenë i pa fund, ai nuk ka as fillim edhe as mbarim, as nuk ka lindur kë, as nuk është i lindur. Lavdia, madhështia i ka takuar gjithmonë vetëm atij. Krijimet madhështore me urdhrin e tij bëu dhe ajo bëhet, i kanë takuar atij gjithmonë. Ai është një në pafundësinë e fillimit, ai është një në pafundësinë e mbarimit. Ai është Zoti që i bën dëgjon aktualisht. Ai është Zoti që dëgjoi gjithë njerëzin përpara. Ai është Zoti që do të vazhdojnë pa vdeksinë e tij të dëgjojë deri në kiamet. Ai është Zoti që ringjall njerëzin. Ai është Zoti që ringjall edhe i stabilizon njerëzin për në xhenet dhe në xhenem, dhe ai vazhdon me njerëzit, ai vazhdon me kafshët, ai vazhdon me shpendet, ai vazhdon me insektet, ai vazhdon me sendet. Këto janë ato që njohim ne. Ai vazhdon me universitet tjera, ai vazhdon me krijesat tjera. Lavdia dhe madhështia i takon vetëm atij dhe askujt tjetër. Ky është Zot, të besosh në të vërtetë dhe të tjerat janë gënjeshtra. Tha la ilahe illallah, tha Zoti, një dhe një vetëm i qofshin falasja. Atëherë tha, e zgjati shumë. Zireni atje shkretir, tha qojeni, në vabën e të mërshme dhe lidheni, lejeni pa ushqime dhe pa pije, dhe ta shikojnë besimin e kësaj. Basi kaloi një kohë, ajo vazhdon të në besim, dhe shkoi vetë Firauni aty, duke e ba. Dhe i tha, si përfundove kështu. Kishe sundim, kishe pasuri, kishe ushqimet më të mira në botë, kishe pijet më të mira në botë, kishe florit më të mira në botë, kishe çdo gjë që e dëshiroje, vetëm hapje gojen dhe të vinte çdo gjë nga kjo botë. Pse përfundove kështu? Ajo nuk i voli. Por ajo i tha sunduesit madh gjithësisë. Tha i madhi Zot, të qofsha fal. Tha i lash gjitha për ty. Kështu i tha drejt për drejti. Tha i madhi Zot, gjitha këto, pallati mbretëror, bukurit, dhomat e bukura, të arrëduara mrekullueshëm, aromat e jashtëzakonshme, florit, argjendin, diamantin, pasurinë, sundimin, famën, i madhi Zot, i sekon si ambo pishman, për ty të qofsha fal, më ke dhënë jetën gjithçka. Sunduesi i madhi gjithësisë, kur Asja ju drejtu kështu, i dha mos u mërzit, edhe ja shpalosi dhe ja dha me pamje në qiell shpinë e saj që do ketë në xhenet. Firauni po i thoshte, pse u sajove kështu? Dhe ajo kur pa shpinë në xhenet që i dha i madhi Zot, filloi duke buzëqesh sa Firauni i thoshte zullumqarëve që kishte përreth, tha shikoj edhe është mend. Në këtë hall, në këtë bela, në këtë të nxehtë, pa ushqim, pa pije, buzëqesh dhe qesh. Ka qenë dha e zgjuar, u bëhet shmendur.
Dhe ajo e pa një herë kështu dhe tha, i madhi Zot. Kështu ka thënë Kurani famlar, s'po e them unë. Qala Rabbi ibni li indeke bejten fil gjennah, wa najjini min Fir'auna amalihi, wa najjini min al-qawmi adh-dhalimin. Tha, i madhi Zot të qofsha fal, më bën një shtëpi, atë shtëpi që më tregove afër teje më jep në xhenet. Më shpëto mu nga Firauni dhe zullumet e tij, dhe më shpëto mua nga populli zullumqar, se unë s'kam lidhje me ato. Unë nuk do të jem nga zullumqarët edhe unë. Më shpëto nga ky Firauni pa vlerë që e kam pas bashkëshor dhe e di sa kriminal që është. Pa edhe nga populli që e ndjek në zullume, dhe populli nuk zgjodhi rrugën time të besoj sinqerisht dhe të shmanget atij. Deshën ta godasin, ta keq trajtojnë dhe ta mbysin përsëri. I madhi Zot, qala Rabbi ibni li indeke bejten fil gjennah. Tha, Zot, ma jep shpinë e xhenetit që më tregove, po afër teje, në gëzim me ty, duke qenë në mëshirën tënde, në përkujdesin tënd. Ma jep i shpinë xhenet, i madhi Zot, dhe më shpëton nga zullumqarët. Sa deshin ato me godit, i madhi Allah ja mori shpirtin. E profeti alayhis salam tha dhe e mbyll me këtë. Tha, 4 femrat, se po flasim për femrën, për gruan, për nga nivelet e larta që përshkruan Kurani famlart. Tha, 4 gratë mëdhaja ngelen pjedestalin e madh. Gjitha pastaj çfarë vijnë duhet të jenë në këto korsi që erdhën këto femrat. Një nga ato, tha, nga 4 femrat më të famshme, më të dallume, më të devotshme, që do të jenë të parat në xhenet, një nga ato, tha, është Asia, bashkëshortja e Firaunit. Nga devotshmëria, nga përkushtimi, e la gjithë botën për të madhi Zot. Pra botën e zullumit, i madhi Zot ja shpërbleu asaj me i shtëpi në xhenet. Po kur themi shtëpi, po themi i shtëpi gradacel të madhe që nuk i dihet fillimi edhe nuk i dihet fundi, e kur flitet për në xhenet ajo është e përjetshme. Këto që i kishte sa kanë kalu sot, minimumi që kanë kalu sot nga kjo histori që po tregojmë ne, minimumi janë 3000 vjet. A do i kishte Moasi ato? S'do i kishte. Po ajo shtëpia që shkoi në xhenet mbasi e pa, atë e ka akoma. I mençuri që ecën me Kur'an, i mençuri që se mashtrojnë tjerët, i mençuri që udhëzohet nga ai që e krijoi dhe jo nga ai që është i krijuar vet. Ka thon filani, le vlla filanin, motër e nderuame, filani o si ty. Ne po themi çka thon ai që ndërtoi dhe krijoi dhe madhështoi dhe përsosi qiellin dhe tokën. Ka thon filani jam vet. Ka thon ai i lart, po i dorëzum jam. Po, ka thonë ai ka mbaru, sa i krijoi gjithçka dhe është i gjithdijshëm. Kurse ka thonë filani dhe ka thonë fistekja, filan jam vet. I mençuri do të fitoj përjetësinë duke mos i lënë anash mirësitë e kësaj bote, dhe ne për çdo namaz lutemi i madhi Zot na jep mirat e kësaj bote edhe të mirat e botës tjetër, na ruaj nga zjarri i xhenemit. Amin ya rabbal alamin.